unë nuk kisha si ta ndihmoja aty, doja ato pronarët e mi më thonin ne jemi këtu për bamirësi, në fund ditës këtu jemi për punë edhe nuk mund t'i ndihmojmë të gjithë. Unë ndija shumë në siklet sepse doja me se zbën të ndihmoje, të bëje diçka. Sepse dhe shtëpinë e kishin shumë larg, nuk zbrisnin dot, nuk ishin automjet, nuk s'po dija që me bë, bëra diçka që në fakt s'duaj bë, ja mora numrin, kontaktin kësaj të gruaje, Manushaqe, që e përshëndes sepse jemi shumë mirë me raportet, kontaktet. Ajo gjithmonë më thot ti ke qenë një angel për mua, kur kam ardhur në Itali më ke shpëtuar jetën. Edhe ja mora numrin, edhe pse nuk lejohet për privacy, normalisht, por s'kisha si bëja ndryshe, sepse unë këte grua, këtë fëmijë doja të ndihmoje. Po, me se s'bën. Nga të gjitha historitë, sepse kam patur një periudhë që vetëm shikoja ëndra të këqija, nuk më zinte gjumi nga të gjitha historitë e njerëzve, po. Dhe nga i momenti thash unë do të ta marr numrin edhe do e flas me prindrit e mi në shtëpi, do e flas dhe me familjen time se jemi një familje shumë e madhe, edhe gjithmonë kemi qenë ndihmë për njerëzit që kanë nevojë. Edhe i thash, muhabeti është kështu, unë nuk ndihem mirë, ka ndodhur kjo gjëja në punë, edhe me se s'bën duhet të takoj Manushaqen, edhe ta pyes se si realisht është jeta dhe se çfarë ndihme ka, nevojë për çdo gjë. Edhe po tha mami, shumë mirë e ke bërë dhe babi, takoje, ti e para me që ti ke qenë ajo që ke startuar këtë gjë. Takoje dhe merr edhe këtë zarfin me vete, thënë, edhe pastaj do e takojmë dhe ne dhe të gjithë tjerët. E takova dhe fatkeqësisht djali vet është në gjendje shumë të keqe dhe një familje momentalisht që ka shumë nevojë për ndihmë, shumë e varfër. Edhe nga i moment e kemi ndihmuar, i kemi ndejt afër, por nga i moment kam kuptuar që nuk është kjo punë për mua, se unë më këputet. Nuk e përballoj dot, jo fare. Kam më shumë qef një vend ku ka njerëz, humor, se sa një vend ku prekem edhe nuk ndihem plotësisht mirë se shpirti but, Greta. Edhe gjithsesi, edhe vogël, normalisht që me mosh, me në gjitha eksperjencat, nuk është mirë të mësohemi me dhimbje, në duhet ta të gjejmë zgjidhje këto, pra nuk duhet ta pranojmë, duhet të japim zgjidhje, por që ja që jeta na përball me të gjitha këto edhe duhet ti. Shumë gjëra kam kaluar në jetë, sa që kur më thonin aty brenda, sepse familja për mua është e shenjtë dhe të gjitha sakrificat që kemi bërë, kur më preknin të disa pika që unë ja pata thënë, aty nuk e di u mërzisja shumë. Vendos të kthehesh në Shqipëri, për çfarë? Vendosa sepse bëra konkursin e misit, edhe direkt pas misit më thirrën të një televizion, si Velin. Mund ta themi, s'ka asnjë problem. Po, kam qenë një Velin te programi Stop. Edhe kam dejtur këtu, jam ndjerë shumë mirë, më ka pëlqyer Shqipëria, shumë oferta më kanë ardhur për punë, njëra pas tjetrës, edhe nuk e prisja këtë bum, realisht, por ka hecur, goxha mirë, e kam ndjerë vetën, funditës unë jam shqiptare, sepse në Itali kam bërë misin, por pyetja parë që më është bërë është, po ti nga je sepse nuk e ke mbi emrin italian. Edhe do s'do gjaku të tërheqe, ke në shpirt nuk bëj dot. Unë gja vija çdo vit me familjarët e mi, edhe 2 herë në vit, po për pushime. Imagjino tani që jam këtu, nuk e di, ndihem realisht mirë, vetëm se disa herë ma marrin pak për dopsi këtë dashurin time. Kush janë këta, moj? Kush, moj? Njerëzit, në general, në përgjithësi, po, e marrin pak për dopsi këtë
pjesë të karakterit. Të karakterit. Kur unë nuk i kuptoj gjërat, unë i kuptoj për thjesht mbyll syt, mbyll veshët sepse s'kam qef të përballesh. Gjithsesi, në Big tregove një Gret tjetër, shumë të ëmbël, shumë të lezetshme, patjetër, goca që ke dhuruar edhe të qeshura, shumë situata. E di që imitohesh edhe në Portokalli? Kam parë një pjesë, ta dini telefoni im është akoma në Itali, do ma sjelli motra, edhe nuk kam ndetur fare as në telefon. Ma merr, prandaj po ta them, domethënë po të aspekte për të qeshur, të qanë në mënyrën se si të imiton, sa që kur doli fillimisht është Greta apo është Greta? Se e ka dhe emrin Greta. Po, ma thanë. Ashtu dhe. Në ke dhuruar dhe këto gjëra, por në Big, cila ishte ambicia jote kur hyre? Ambicia ime gjithmonë ka qenë të marrë çdo mundësi që vjen në jetë, sepse është për ne, sidomos vajzat e reja, që me sakrifica ja kemi dalur deri më sot, të përballemi dhe me shumë sfida të tjera. Hyre si kunata e Selin. Në fakt nuk më ka pëlqyer kjo gjë. Dhe je komentuar edhe në studio te mua edhe në vende tjera, domethënë që paterica e Selinit për caktimin. Nuk më ka pëlqyer kjo gjëja. Mendoja se do më prezantonin ndryshe, me të drejtën, sepse un kam një karrierë goxha të madhe, kam bërë edhe film, edhe kam punuar në televizion, kam bërë 3 mise, kam qenë imazhi i shumë brende dhe nuk e prisja kur më thanë tani që u prezantove vetëm thjesht si kunata se. Jo, nuk është vetëm, domethënë edhe kjo nuk është e vërtet nga ana tjetër.